rahimahullah, Abdul Haramein, adhurues në dy hareme, dhe kam pyet kur njeri e din se ka mrit diçka nga dashuria ndaj Allahu xhalla wala. Ose ku të vit dikur këneni kur e çka do të njeri ka mri Allah, se s'rran. Që sot ai çtu ka mri ai vet. Fadhal ibn Iyad rahimahullah po pyetet kur njeri e arrin dashurinë ndaj Allahu xhalla wala. Ka thonë Fudajli, këshure ilaqin, ka thonë Fudajli rahimahullah, ka thonë idha stawa indahu al-ata'u wal-mana, kur ta i bote barabart, si i dha si nuk i dha Allahu xhalla wala. Kjo i barabart dhe nuk i bjen që njëri mu knash njëjtë, sa hija, mirë po, kur shkojmë punë mirë, o e du Allahun, si të shkojmë pak punë mirë, ndrën menja për Zotra. Nuk bëmë ndërmendje robët për Allahun xhallahu ala kur në raport me ato çka është për jashtë. Ka se vllazni, mëna më mirë këtë fundi çka po do të thonë. Me qenë që dhënja prej anës së Allahu xhallahu ala. Çfarë do dhënje qofte? Qofte përgjigje e vazhdueshme me duave. Që Allah i përgjigj dikujt vazhdimisht. Me qenë që kjo është shenjë që dhën Allahu xhallahu ala dikon, çka i kishën bëu iblisit? Iblisi doa me ka bo Allah xhallahu ala. Qa doa e ka bo? E që ta Allah ju ka përgjigj. Me të regu se dhenja në këtë dunja edhe mëzdhenja në këtë dunja nuk kanë lidhje me pozitën tonë të ka Allah xhallahu ala. Kur ka lidhje diçka tjetër me këta që dhenë Allah xhallahu ala që të ta cekon. Për këtë arsye a dha Allahu shëndet, a nuk dha Allahu shëndet? A dha Allahu fëmijë, a nuk dha Allahu fëmijë? A dha Allahu bukuri, apo nuk dha Allahu bukuri? A dha Allahu para, apo nuk dha Allahu para? Duhet qaj Allah me të zemër, apëton, se është Zotë ytë. Se është Zotë ytë. Për këtë arsye, njerëz për para, kër në sprovu atë ndryshme. Ajo sprovu ka ndiku të ushton dashnin nga Allahu xhallahu ala. E jo në udhu billah, të undrën menin për Zotin. Sikurse, e patëm shambullin e asaj thiri që thash gjatë deshë që ka ndodhë sot ato. Dhe njeri për një namazliu, për njeriu që nështë dhe tjerti ka mësu diçka, e ka qua Allahu xhallahu ala ka sprovua. Dhe subhanallah, në sprov që dhe më thonë është në Evropë, për një vend bagit një orë, krejt mjekt, që ka mujt me angazhua dhe me bo pare, le që s'mund me shnosh, pas nuk po din që ka. Pastaj ka kaluar të xhallar, sa rrugën e kishë bëu kësë mëra, po s'ka kurrë me ato punë. Thash Allahu ta ka thënë veç me një pyetje një fjalë vëllai, për çka tjetër. Çka është mesazhi? Prandaj porosim pozicion për Allahu xhallahu ala. Ta hiq smuja. Ta hiq, ai vetëm ta paçë apo thosh nuk kry puna. Për këtë arsye, amdha nuk më dha për ulë namazit që ajo vëllai më. Amdha nuk më dha dhikr shaj. Amdha nuk më dha duaja shaja. Amdha nuk më dha largimi nga ramet është ajo. Dhënja dhe mëzdhenja nuk kanë lidhje me raportin tonë me Allahun xhallahu ala. Nuk kanë lidhje. Përveç se me një rast, se kur t'jap ma shumë, shtohet falërimi ma shumë, praktik. Jo falërimi veç gojor, po praktik. Do sa ta shtoj ty, ja shtoj ti kësaj të tjerëve. Që kjo veç e ka çat ndikim. Për ndryshe s'ka ndikim tjetër. A manirë në udhë billah, me ndëmi për Zotin e knaqet, i gëzum namaz si ka fitu. Si të shkan diqka, as metë si ka kërkon, pej fillimit të këbirit e din selam, këtë me dikon të të rikapën. Po qaj Allah, qaj njëti është ato. Për me u lazin, qëfë se nuk më ndona mirë për Allahun xhallahu ala, për kanë kime menua. Në qëfë se njëri nuk e dënë Zotin e vetë, e kanë ka me dashtë. Në qëfë se njëri nuk pret mirë për i Zotin, si kur si i thash këti i sata për. O, rabi Allah, thash. Në qoftë nuk të mëshiron Allahu vetë, kush ka më mëshiron mi këtë tokë? Përsa e nuk shbet rahmet, pi kujt pret rahmet japëta? Pi kërkujnë e vëllaj japëta, pi kërkujnë. Për këtë arsye japën, dashuria ndaj Allahu xhallahu ala është qaj pozicioni strategjik, pe i cili pozicion ki mundësi me godit pasaj çdo shenjë tjetër japëta. Nga sa ata që kanë qenë parnesh në kanë thonë, rune që të kodrë, se për i sej kodrë, ku këna dorë këna gjujtë. E na po gjujmë bëva kënë qëtë venë, po pozitën e këna nërru fatkecisht, e po në delë një qka për para, për rokë më diguzut me rokë. Apo? Në qofë se do me gjujt, do të me dalë për jashta, se si gjujt së të mërana, ka të mërana që këmë shkuat. Që të këmë shkuat i ko? Ama që të me gjujt, do të me gjujt pozicionin.
Edhe pozicioni i mirë pastaj edhe godit e dopta i bën suksesshëm. A çështo? Ndërsa pozicioni i keq edhe godit e forta i bën pa suksesshëm. Që kjo është dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Është pozicioni më i favorshëm për ty, që të godasësh në çdo shenjë që ti don. Nga sa ata ushtarë që ngon para teje që na kanë thonë, ata generalët dhe oficerët para neve që ngon që po na thonë, unë nuk e di. Por po kem qef që së bashku ta provojmë. Elusim Allahun xhallahu ala që na ngrit në pozicion e dashurisë ndaj Allahut azza wa jall. E që pastaj prati pozicionin të godasim çdo shenjë që ne dojmë. Dhe të rrugës tonë të Allahu subhanahu wa taala. Më kaq po i do fund kësaj hyrje thash, vetëm hyrje e përgjithshme me disa këshilla anësore në lidhje me këtë temë rëndësi. E pastaj do të fillojmë që të flasim edhe për pikat konkrete dhe praktike, të sa të me lenë Allahu xhallahu ala të tërheqin këtë dashuri të Allahu xhallahu që derët mbi neve. E që rrëdhëmisht pasaj për kësaj që të fillojnë me pa se qysh i bën me dorë Zotin. Qysh i bën me pa me dorë Zotin për një natë, kur e shë që ai po dëm ty. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se është hadithin e njohur që transmeton Ibn Khuzaimah, dhe Sheikh Albani thotë hadithi është sahih, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atani rabbi azza wa jalla fil manam. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Ibn Khuzaimah, dhe Sheikh Albani thotë hadithi është sahih, thotë më ka ardhur Zoti im në ëndër. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka ardhur Zoti im në ëndër, se ka thua as melek as kërkon. Për që të punë që po flasim na vëllazënjë. Thot atani rabbi fil manam, më erë Zoti jam në ëndër, edhe më tha o Muhammed, kul thuaj Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dhe më tha thuaj o Muhammed, o Zot, unë e kërkoj dashurinë tënde dhe e kërkoj dashurinë e atyre që dojnë ty dhe e kërkoj dashurinë e atyre punëve që më çojnë tek dashuria jote. I ka ardhur Allahu në ëndër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për më mësu këtë dua me thon, edhe na e përmbyllim këtë ders me këtë dua, që çdo kush ta mëson. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. O Allah, na kërkojmë dashurinë tënde, ti të na duash neve. Dhe kërkojmë o Zot prej teje që të na dojnë veç ata që dojnë ty, për të tjerë gale se kim. Veç ata që dojnë ty le të na dojnë neve. Dhe lutim Allahun xhallahu ala që të dashur për neve të bëjnë ato punë që na shpihen te dashuria e Allahut subhanahu wa taala.